Një tjetër rast alarmi për sigurinë ushqimore ka shpërthyer në Shqipëri. Sipas sistemit evropian të njoftimit të shpejtë për ushqimin, RASFF, në tregun shqiptar është përndarë sheqer palme i kontaminuar me dioksid squfuri në nivele më të larta se ato të lejuara. Produktet palm sugar të prodhuara në Tajland të importuara nga Holanda u konstatua se përmbajnë alergen të rrezikshëm për shëndetin mbi normat e lejuara. Sipas mediave, pas njoftimit nga RASFF, më 10 prill të këtij viti, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit ndërmori një kontroll dhe zbuloi një detaj interesant, që produktet ishin shitur të gjitha. Po, e lexua saktë, pas gjithë shqetësimit për dioksid squfuri, ajo që u zbulua ishte thjesht se ato ishin shitur te konsumatorët pa asnjë mundësi për të ndaluar veprimin në kohë. Si përfundim, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit njoftoi se megjithatë procedura është ndjekur sipas kontrollit të RASFF. E megjithatë duket se protokolli është kontrollojmë dhe sapo të gjejmë që është tepër vonë, e shpallim mision të kryer. Po siguria e konsumatorëve, ndoshta ajo është për të kontrolluar herë tjetër.